Gjatë ditëve të festave, Spitali Ronald Kukësit ka marrë masat për rastet dhe urgjencat, duke garantuar shërbim 24 orë. Ekipi i bluzave të bardha do të jetë në gjendje gatishmëri, ndërsa në sheshin kryesor të qytetit do të vendosen autoambulanca. Stafi mjekësor i urgjencës së Spitalit Ronald të Kukësit është duke punuar me staf të plotë për të përballuar rastet e njoftuara për festat e fundvitit. Bluzat e bardha këshillojnë banorët që gjatë mbrëmjes së ndrimit të viteve të mos abuzojnë me pijet alkolike dhe ushqimit të tepërta, pasi nga eksperienca e viteve të kaluar, rastet kanë qenë të shumta. Nga ana tjetër, edhe prindit duhet të bëjnë kujdes me fëmijët, sidomos në përdorimin e fishek zjarre. Urgjenca e Spitalit Ronald është e përgatitur që të përballojë jo vetëm rastet e aksidenteve që vijnë si pasojë e konsumit të alkoolit gjatë këtyre ditëve, por edhe me numrin e shtuar të pacientëve të cilët marrin mjekim nga virozat stinore. Sipas urdhit të Ministrisë së Shëndetësisë, masat e përforcuar do të zbatohen nga të gjitha ekipet mjekësore në datat të 31 dhjetor, 1, 2, 3 janar 2026 për t'u përgjigjur të gjitha thirrjeve në rast nevoje nga qytetarët.